إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt ligjësive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit ton të prirë për të keqen nefsit ton. Atë që Allahu i lartësuar udhëzon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje. Ndërsa atë që devijon dhe e lën në humbje, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta udhëzon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit të paortak dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: "O ju që keni besuar, vazhdoni të bindeni Allahut me devotshmëri, duke i respektuar urdhrat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij, dhe mos ja lejoni vetvetes me vdek ndryshe përveç se duke qenë musliman, të nështruar dhe të bindur ndaj Tij." Vllazë ndoshta të gjithë ne jemi dëshmitar që në shoqërinë tonë e kapluar nga materializmi dominon dhënia pas dunjas, vrapimi pas saj sikur me qenë të çmendur nga mëngjesi deri në mbrëmje, e pushtuar nga epshet dhe dëshirat e kota dhe nga lakmia duke i dhënë përparësi jetës së kësaj bote kundrejt ahiretit. Dhe ne të gjithë një zëri jemi dakord që sapo i hap syt në rrethin e xhamis, në rrethin e lagjës, në rrethin e qytetit, e shohim se kjo shoqëri është në rrezik të madh. Është bërë sklav i epsheve, është bërë sklav i dukjes së jashtme. Mjafton të shikosh dyqanet me vëmendje dhe të bien në sy që të gjitha në shumicë i vijin apo si shërbime kanë frizurat të ndryshme, manikyrat të ndryshme, e të gjitha që kanë bëjnë me shërbime me të jashtmen e njerëzit. Dhe këtu e shohim se sa të zhytur jemi në materializëm, se sa shumë i japim rëndësi dukjes dhe pamjes, të dehër nga dunjaja. Dhe për të zgjuar nga kjo dehje, njeriu do të zgjohet, deshi apo s'deshi. Mirë po fatlum do të jetë ai që zgjohet me dëshirën e tij para se t'i vijë exheli. Dhe ky zgjim i shoqënisë tonë nga kjo dehje prej dunjas, nga kjo zhytje e thellë në materializëm, që kanë humbur vlerat kuptimore, që kanë humbur kuptimet e fejes, të traditës në shoqërinë tonë, dhe i japin përparësi dhe sakrifikojnë çdo gjë për kënaqësi të jetës së kësaj bote, madje hyjnë në borxhe, që mendoj që dalin prej tyre vetëm e vetëm të shijojnë pushimet dhe epshet dhe kënaqësitë. Çfarë do qofshin ato, të lejuara apo të ndaluara, vetëm që ta ngopin shpirtin e tyre në kërkim të lumturisë. Mirë po lumturia është diku tjetër. Lumturia është në bindje ndaj Allahut dhe të dërguarit të Tij, e jo në ngopje të epsheve të njerëzit. Mirë, nëse kjo është gjendja, çfarë duhet të bëjmë ne si musliman të udhëzuar? A nuk duhet ne ta marrim guximin dhe t'i këndellim dhe t'i zgjojmë nga kjo dehje, t'ja nxjerrim pijen, dehjen që e ka kaplu këtë shoqëni? Vallahi ne kemi përgjegjësinë. Ne kemi përgjegjësinë mbi supe para Allahut të lartësuar se sa kena vepruar që t'i zgjojmë njerëzit dhe t'ja u tërheqim vërejtjen që të bëhen gati për takimin me Allahun e lartësuar. Allahu i lartësuar na thirr
Dhe na thot: "Wa kul ya'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimi al-ghaybi wa shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dhe thuaju, punoni, dhe thuaju, veproni, se veprat e juja, punët e juja do t'i sheh Allahu i lartësuar. Se veprat e juja, të bëmat tuaja do t'i shfaqen Allahu i lartësuar. Dhe veprat e juaja do t'i sheh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ishte gjallë, veprat e sahabeve, veprat e besimtarëve, dhe besimtarët do t'i shohin ato. Ata besimtarë të cilët i shohin dhe janë dëshmitar të veprave tuaja që i punoni. Dhe të gjithë ne, pa përjashtim, do të kthehemi tek Allahu i lartësuar. Dhe të gjithë ne do të kthehemi tek Allahu i lartësuar dhe do të njoftohemi me atë çfarë kemi vepruar. Atëherë, nëse kjo është thirrja e Rabbul Alaminit, që po na thirr të punojmë, që po na thirr të sakrifikojmë, të ndajmë nga koha jonë, nga pasuria jonë, nga jeta jonë, që ti këndellim të tjerët, ti zgjojmë, t'jo tregojmë rrugën e drejtë, rrugën për në xhenet, dhe rrugën për në xhehenem, t'jo tërheqim vërejtjen, se nëse kështu vazhdojnë, do të përfundojnë në të. Pse plagështohemi? Pse ka hapësirë të na përfshi dembelia? Pse jemi në gaflet? A mos vallë, ne e kemi siguru vendbanimin tonë të përjetshëm në xhenet? A mos vallë, e kemi siguru shpëtimin tonë dhe të familjeve tona për në xhenet? Jo vallahi. Atëherë pse ndalemi? Pse menojmë gjatë që ta bëjmë një vepër, ndërkohë që Allahu i lartësuar po na thirr: "Wa kul ya'malu", dhe bëni vepra, dhe punoni, fa sayara Allahu 'amalakum. Allahu i lartësuar do t'i sheh veprat e juja. Tek Allahu i lartësuar do të shfaqen veprat e juja. Se ne si umet musliman të fesë islame jemi umet i punës, e dëshmon Omer ibn Khattabi, prirësi i besimtarve, ky shok i ngushtë i Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, që për piknisje të llogaritjes së kalendarit e kishte vendosur dhe caktuar ngjarjen e hijretit. Ngjarjen e hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Mekës në Medinë, pas 13 vite thirrje, pas 13 vite flijim e sakrificë, e lodhje, e mundim, e sabër, Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam se bashku me sahabët detyrohen, dikush më herët e dikush më vonë, ta lëshojnë vendin më të dashur të tyre, shtëpitë në të cilat ishin rritur, lagjet dhe mahallat në të cilët e kishin kaluar rininë e tyre, ta braktisin dhe ta lojnë mrapa shpinës, mënyrë që ta ruajnë fenë e tyre, mënyrë që ta ngrisin një civilizim islam, dhe të migrojnë për në Medinë. Në Medinën e ndriçme, Medinën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Omeri e caktoi si datë të hijretit, si datë të kalendarit, hijretin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, me na tregon neve që ne jemi umet i sakrificës, që ne jemi umet i punës, jo umet i llafeve, jo umet i pretendimeve, i dokrave boshe. Ne jemi umet i projekteve, ne jemi umet i lodhjes, i raskapitjes, që ta shpëtojmë veten, ta shpëtojmë familjen, ta shpëtojmë shoqërinë tonë nga zjarri i xhehenemit, lëndë e të cilit janë gurët dhe njerëzit. Andaj vllazën, kjo thirrje është së pari për veten time dhe pastaj për juve. Wa qul ya'malu fa sayara Allahu 'amalakum. Dhe thuaju o Rasulullah sahabeve, thuaju një njerëzve, thuaju besimtarve që të punojnë, që të bëjnë vepra. Mos filozofojnë shumë, nga se Allahu i lartësuar i sheh veprat e juja. Allahu i lartësuar i sheh atë çfarë keni në zemrat e juja. E që të bëni vepra të mira, e që të bëni bëma të mëdha, duhet ta nxisni zemrën, ti folni për xhenet, ta joshni për xhenet, për kënaqësinë e Allahut, për përjetësinë në xhenet. T'ia tërheqni vërejtjen kësaj zemre, që nëse kjo përmirësohet i tërë trupi. T'ia tërheqni vërejtjen dhe ta friksoni me zjarrin e xhehenemit. O vllazën, përfundimi në ditën e gjykimit është ose xhenet për përjetësi, ose xhehenem në përjetësi. Nuk ka të tretë. Ose në xhenet ose në xhehenem. Kush prej nesh e ka siguru? Askush vallahi. Andaj, pse flejmë të hutuar, të shkujdesur, sikur nuk e dim çfarë duhet të veprojmë? A e dini vllazën se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
njerëzit i ka vlerësuar në bazë të bëmave të tyre, në bazë të veprave të tyre. Tek Allahu i lartësuar nuk të bën dobi pamja jote, fizionomia që e ki. As nuk bën dobi pasunin që e ki. A je i pasur apo i varfër në jetën e kësaj bote? Çfarë statuti i gëzon në mesin e shoqërisë? As nuk të bën dobi djali ku je, e pe cilës familje vjen, e as mbi emri, e as fisi. E dini vllazën që njerëzit më fisnik, sahabët, u ndanë në dy tabore. Dhe këto dy tabore, këto dy epitete i marrën në bazë të veprave të tyre, në bazë të sakrificave të tyre. Kur sahabët migruan në Medinë, si u ndanë besimtarët në Medinë? Muhaxhir dhe Ansar. Muhaxhirët, ata të cilët migruan, e lëshuan Mekën për në Medinë. Dhe Ansar, ata të cilët i bën konak Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët. Madje kjo përkatësi, ky epitet e mbuloi dhe e dominoi përkatësinë e tyre të fisit. Dhe thuaj filan fisteku prej muhaxhirëve në fund tregohej për cilit fis është. Filan fisteki prej ansarëve dhe në fund tregohej se cili fis është. Dhe kjo më tregu që tek Allahu i lartësuar dhe tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ke pesh në bazë të sakrificave tuja. Këtyre me cilin projekt je ka donë mungjëros, me cilin projekt dhe adhurim të Allahut të lartësuar është ka donë me dominu në jetën tënde. A jepi atyre që agjërojnë shumë nafile, të një është tek Allahu i lartësuar si agjërues i madh. A jepi atyre që e lexojnë Kur'anin, të një është tek Allahu i lartësuar sikur mahir që i bie sikur mjeshtër i leximit të Kur'anit, prej hafizëve që ruajnë Kur'anin në gjoksat e tyre dhe e zbatojnë në praktik. Apo po dëshiron të njihesh si luftëtar në rrugën e Allahut, apo si bujar nga të pasurit që ndajnë nga pasuria e tyre për në rrugën e Allahut, ti zgjedhe ku po don mi pas gradën tek Allahu i lartësuar në xhenet. Dhe për me ta dëshmuar këta, i ki 10 të përgëzuarit në xhenet. Kush janë ata? 10 të përgëzuarit në xhenet. Me rregull duhet i dim, ashtu siç i dim anëtarët e familjes. Në mënyrë që këta të jenë shëmbëltyra jonë, duhet t'i dim, t'i njohim siç i njohim anëtarët e familjes, madje edhe më shumë. Nga se më na pyet neve për ndonjë ekip të futbollit, ja u dim lojtarët, kryesorët, 11, ja u dim edhe rezervat. Ja u dim edhe ata të cilët nuk janë ftuar në kombëtare. Ndërsa për sahabët pak dim. Ndërkohë që 10 të përgëzuarit në xhenet, 4 të parët, halifët e drejtë, të cilët pejgamberi jon me i dashur sallallahu alaihi wasallam i përgëzoi me xhenet duke qenë ata akoma gjallë në jetën e kësaj bote. Ktu është poenta. Kanë qenë gjallë dhe janë përgëzuar në xhenet. Ai kanë ndal veprat, jo vetëm sa i kanë shtuar edhe më shumë. Nëse kthehesh në biografinë e tyre. Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, radiyallahu anhum ejma'in. Allahu qoftë i kënaqur me ta. Pastaj Talha, pastaj Zubairi, pastaj Abdurrahman ibn Aufi, pastaj Sa'd ibn Abi Waqasi, Sa'id ibn Zaidi, edhe Abdurrahman ibn Aufi. Ta janë 10 të përgëzuarit në xhenet. Nëse i shikon biografitë e tyre, të këta gjenë të pasurin, të këta gjenë të varfrin, të famshmin, të panjohrin, dëshmorin, luftëtarin në rrugë të Allahut dhe ai i cili ka vdekur në shtratin e vjetjes, ka vdekje natyrale. Dhe kjo më tregu ti o vlla që pavarësisht gjendjes që e ki, nuk i justifikim para Allahut të lartësuar. Zgjedhë një shtek dhe puna dhe lodhu dhe raskapitu dhe të sheh Allahu i lartësuar sinqeritet në zemrën tënde dhe Allahu i lartësuar do ta lehtësoj rrugën për mëmërinë e xhenet. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahu li wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, selam dhe salavat e qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Allah i lartësuar po na thirr: "Wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wash shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dhe thuaju, punoni, nga se veprat e juaja do t'i shfasin Allahut të lartësuar dhe të dërguarit e tij dhe besimtarve. Dhe do të ktheheni tek Allahu i lartësuar dhe do të njoftoheni me atë çfarë keni vepruar. Ky ajet, thot Mujahidi, është kërcënim dhe friksim për ata që janë në vepra të këqija, që të pendohen dhe të rrijnë vetit gati
ti bëjnë hesapet dhe të kërkojnë falje tek Allahu i lartësuar dhe ti përmirësojnë veprat e tyre. Nga se Allahu i lartësuar thotë: "Yawma tubla as-sarair." Njerëzit kur do të dalin në ditën e gjykimit, do t'ju shfaqen të fshehtat e tyre. "Wa hussila ma fi as-sudur." Do t'ju dalin në shesh ato çfarë kanë në gjokset e tyre. "Yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya." Atë ditë kur do të shfaqeni para Allahut të lartësuar, ku nuk do të mbetet asgjë e fshehur. Kjo është i tërheqje e vërejtjes për ata të cilët janë të mangët në urdhrat e Allahut të lartësuar. Janë të mangët dhe kanë mangësi në zbatimin e urdhrave të Allahut dhe kanë shkelën në gjunahe që të pendohen dhe të kërkojnë falje tek Allahu i lartësuar. Gjithashtu është inkurajim për ata që janë në vepra të mira, që vetëm të shtojnë ato, të arrisin cilësinë e tyre dhe të shtojnë sasinë e tyre, dhe t'ju tregojnë të tjerëve, dhe t'i përgëzojnë të tjerët me bërjen e veprave të mira. Dhe për fund vllazë dashur, është një sahabi nga sahabët për të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua për të dhe e ka garantuar një tregti të cilën e ka bërë, një biznes të cilën e ka bërë. Është fjala për Suhejb ar-Rumi. Suhejbi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka qenë një sahabi i cili edhe në periudhën e ignorancës ishte i pasur. Familja e tij jetonte pranë brigjeve të lumit Eufrat, mirë po kishte ndodhur që ishte zënë rob. Dhe si rob ishte shitur në Mekë. Mirë po, për shkak që pronari i tij e kishte pa që Suhejbi ishte i mençur dhe i zgjuar dhe kishte virtyte të larta, Abdullah ibn Jadani, që ishte pronari i tij, e liron nga skllavëria dhe bëhet ortak i tij dhe e pranon Islamin qysh në hershmëri. Sa ishte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duke bërë thirrje të fshehët në shtëpinë e Arqamit. Allahu qoftë i kënaqur me të dhe me të gjithë sahabët. Dhe me të pranuar Islamin, i ndihmon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në thirrje dhe i bëhet nga miqt dhe shokët e ngushtë. Mirë po, me kalimin e kohës në Mekë shtohen torturat dhe mundimet. Dhe Suhejbi maltretohet dhe bën një të bën hijret edhe siç kishte bërë sahabët e tjerë për në Medinë. Dhe ishte bërë i pasur sa kishte qenë në Mekë. Dhe me të dalë nga Mekja, kur i shetet atë botë i dhujtar akoma, ja prejnë rrugën dhe e nalin. Dhe i thojnë: "O Suhejb, ka ja kim sy? I ardhi varfër, i ardhi rob tek ne të kina të botë pasën. Je pasuruar në mesin tonë. Ka po do më jam sy me veten tënde dhe me pasunin." Dhe Suhejbi pa një pa dy e nxjerr shtrajcën e shigjetave dhe ju thot: "E dini mirë se jam shigjetari i Zotit. Nuk kam më shku asnjë shigjet hoç. Të gjitha kam i gjujt në juve. E kur ti mbaroj, do ta nxjerrë shpatën dhe do t'ju luftoj. Apo e doni, merrni pasurinë që ja kam fituar dhe rshomani rrugën për në shkuën e Medinës." Kur i shitet në atë botë, e pranojnë ofertën e tij. E ja shojnë rrugën. Dhe niset Suhejbi e sakrifikon gjithë karrierën e tij, të gjitha të bëmat e tij, të gjithë atë mundi që e kishte fituar në Mekë për pasunisë e tij, vetëm që ta shpëtoi fenë e tij, vetëm që t'i bëhej ansar fesë e Allahut të lartësuar. Dhe t'i bashkohej Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në Medinë i mrrin lajmi i tregtisë së Suhejbit. Dhe çfarë thot? Fitoi Suhejbi. E ka bërë një fiti, e ka bërë një tregti fitimprurse të madhe. Ka fituar tregtia e Suhejbit. Dhe kur të mrin dhe takohet me Suhejbin, i thot: "Rabiha al-bay' ya Aba Yahya. Rabiha al-bay' ya Aba Yahya." Të lum tregtia o Abu Yahya. Të lum tregtia o Abu Yahya, ja ki qellu, e ki lum pasunin që do ta fitosh prap. E ki rujt fen, e ki rujt imanin. Ky tregim vllazën është mësim për çdo të ri në kohën bashkëkohore. Që kënaqësitë e jetës së kësaj bote, kur vijnë përballë kënaqësisë së Allahut të lartësuar, duhet të sakrifikosh pa mendu shumë. Pasunin dhe çdo gjë tjetër çfarë të bëhet pengesë në fitimin e kënaqësisë së Allahut, në faljen e namazit, agjërimin e Ramazanit, dhënien e zakatit, kryen e haxhit, pavarësisht çfarë është ajo, pasuri, karrierë, vend banim, ku do qofsh, dhe të bëhet pengesë që ta fitosh xhenetin, duhesh ta sakrifikosh. Nga sa ai që e lë diçka për hir të Allahut, Allahu ja kompenzon. Allahu është mabujari, nuk mund është ti mushty me Zotin. Allahu ta kompenzon. Atë çfarë ti e sakrifikon, qoftë ajo pasuni, qoftë ajo kohë, qoftë ajo energji, qoftë ajo shëndet,
që ti e sakrifikon dhe e flian në rrugë të Allahut, Allahu i lartësuar do ta kompenzon. Herët apo vonë, në këtë botë, po në botën tjetër Allahu i lartësuar ka përgatitur shpërblime të mëdha për besimtarët, të cilët i bindën atij dhe e përzgjedhin atë çfarë ka përgatitur Allahu i lartësuar për besimtarët dhe ruhen nga zjarri i xhenemit dhe e zgjedhin të binden të dërguarit e tij. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله na jep të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك. والله ty të lutem të na ruash begatit tuaja ndaj nesh. Të mos na i marrësh ato befas, të mos na sprovosh me ndonjë fatkeqësi pa e pritur, po të na bësh falendërues dhe mirënjohës ndaj teje dhe të na bësh pej umetit që bëjnë vepra të mira, që janë të zotshëm, që përpiqen. E ti i ndihmon ata, e i përkrah dhe ja u leçon punët e mira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa aqimus salah.